Thuhet në një studim që kjo ka qenë hipotezë që njeriu pas 200 viteve ose pas kryesisht 200 ose 250 viteve, gishtat e këmbës do t'i ketë më të mbledhur, sepse qëndron shumë ulur. Po, kjo është afërmendshme. Nuk ecën, edhe shumicën e kohës së tij e kalon ulur. Nuk ka një jetë më evolucion, quhet regres. Po, regres. Edhe shikimi i njeriut është duke u dobësuar, sepse ku do dritat artificiale, kanë bërë që retina, disa fotoreceptor aty... Bëhet më dembele, e? Më dembele, po. Kolegu si është dakord? Jo, jam shumë dakord. Je dakord? Jam totalisht dakord. Mirë, më falë. Sepse ka shumë drita blu, drita artificiale, të cilat... Ti përdor syze për vete? Jo, deri tani e kam shikimin, se ishte më mirë shikoj natën se sa ditën. Sa mirë. Kështu që deri tani, sepse përdor qep, polen, propolis. Po, kjo puna e gishtave nga qërim ullur, mandatin e arshëm, Koleg duhen shumë. Se i kena punët... 200-250 vjetë kam përshtypjen që nuk do t'jemi të tre deri atë ditë. Foli për vete, mos foli për mundu. Ideja është ky postulat i famshëm, use it or lose it. Pra, nëse ti se përdor diçka, ti do ta humbësh atë. Si ishte njerë ky postulat? Ta them pastaj. Use it? Këmba është një makineri e përsosur, një ndërthurje indesh të tilla si indi lidhor, indi muskulor, indi kockor, bashkë me ushqimin e tyre nervor dhe të rregullt të qakut. Nëse ti ecën, ti e aktivizon, e ushqen këtë mekanizëm, e vajisë etj. Muskujt janë aktiv, janë të tensionuar, ligamentet janë të forta, nëse nuk e përdor dhe rriullur. Po sa duhet ecësh? Çfarë do bëj ajo? Do të atrofizon. Sa duhet të ecësh gjatë ditës? Sipas Darwinit, koleg, pse më ndërpret? Mos ma trego gishtin mo. Sipas Darwinit, këto tiparet të reja që fitohen, trashgohen, më kupton, dhe fillojnë pra është një tipar i ri. Kjo reduktimi i indeve të këmbës, kjo trashgohet dhe fund fare breza të përfundojnë që këmba e nipit nuk do t'i ngjajë këmbës gjyshit. Këmba gjyshit ka marrë pjesë në çdo protest të ditës së premte. Këmba nipit shtëpi, gaming, këtu. Nuk e di jam i qartë. Po. Madje sot përflitet që muskujt e kofshës ose të pulpave përfshihen edhe si insulin, kanë funksionin e insuline. Se çfarë bëjnë? Këtu kanë disa receptor këtu që quhen GLUT4. Shoh sa kilometra kanë bodje. GLUT4 e quhen këto në pjesën e ose soleus, muskujt soleus quhen, muskujt gastrocnemius. Dhe personi që lëviz ka dhe më pak mundësi që të preket nga diabeti. Pra gjithë një aktiviteti fizik është ushqim dhe për pankreasin. I hap